Një ngjarje e rëndë e ndodhur në Fier rreth një muaj e gjysmë më parë u bë publike pasi në rrjetet sociale qarkulloi një video ku një vajzë e mitur dhunohet fizikisht dhe psikologjikisht nga dy bashkëmoshatare, ndërsa një e tretë e filmon dhunën. Pamjet të cilat u shpërndan me shpejtësi tregojnë momentet kur ereja goditet, ofendohet dhe poshtërohet, ndërsa e gjithë skena filmohet. Përtej goditjeve, videoja tregon edhe një formë të rëndë dhune psikologjike. Viktima detyrohet të duroj fyerje dhe poshtërime, ndërsa personat e pranishëm nuk ndërhyjnë për ta ndihmuar, por zgjedhin të filmojnë ngjarjen. Referuar bisedave në video, 17-vjeçarja detyrohet të kërkoj falje, pasi siç thot, njëra prej dhunuesve, vajza ka guzuar të puthë të dashurin e saj. Sipas Top Channel, familjar dhe fëmijë të 17-vjeçarës thonë se vajza nuk ka dashur të tregojë ngjarjen, por pas këmbënguljes së tyre, ajo ka kryer denoncimin. E mitura 17-vjeçare nga fshati Kalm i Fierit kishte braktisur shkollën dhe ndiqte një kurs parukerie në Fier. Vajzat e kanë ndaluar në rrugë duke i thënë se kishin një surprizë për të, e më pas e kanë futur në një apartament ku edhe e kanë dhunuar. Ndonse policia e Fierit dhe prokuroria po hetojnë prej më shumë se një muaji, fqinja e vajzës dëshmon se askush prej dhunuesve nuk është ndaluar. Ky rast është një kujtesë se dhuna nuk përfundon me aktin fizik. Poshtërimi publik, filmimi dhe shpërndarja e pamjeve mund të shkaktojnë plagë të thella psikologjike, ndërsa shoqëria duhet të reagojë me vendosshmëri për të mbrojtur të miturit dhe për të mos normalizuar dhunën si formë argëtimi apo hakmarrjeje.